Prej 3 ditësh, rrjeti është ndezur nga një lajm i tabloidit gjerman Bild, i cili, duke referuar të dhënave që disa hakera kanë marrë nga kompjuteri nipit presidentit rus Putin, Mikhail Putin, kanë zbuluar aty dhe ADN-n e tij. ADN-ja e Mikhail Putin, nipit presidentit, e cila ngjason shumë me atë të presidentit rus, tregon që prejardhja e këtij fisi, pra e Putinëve, i takon grupit EV13, një grup i cili gjendet një masë shumë të vogël në Rusi, vetëm 5%, ndërkohë që numri më i madh i pasardhësve të këtij grupi ndodhet në Kosovën e sotme moderne, rreth 30%. Natyrisht edhe Bildi ka hedhur pikpyetje nëse Putini ka një prejardhje nga Kosova, edhe rrjetet shqiptare, pra mediat shqiptare e hodhën disa herë këtë pikpyetje. Në fakt është interesante. Vladimir Putin ka një ADN të panjohur, gjatë udhëtimeve të tij ka një agent sekret i cili shkatron dhe jashtëqitjen e tij në mënyrë që asgjë që lidhet me të mos mbetet, pra që mund të verifikohet ADN-ja e tij. Të dhënat Mikhail Putinit janë marrë nga kompjuteri i tij për t'i parë ADN-n, në fakt nuk do të thotë në gjë të madhe, pavarësisht se thuhet që EV13 ka qenë prejardhja e grupit prej nga ka ADN-n edhe Hitleri, ndoshta ky ka qenë shkaku që Putini nuk ka dashur që të asociohet ADN-ja e tij me Hitlerit, por kjo nuk do të thotë në gjë. Mjafton t'ju them që Napoleoni, ADN-ja e Napoleonit i ka prejardhësit e saj të parë në Etiopi. Pra nuk do thotë në gjë ADN-ja dhe nuk do thotë që ky vjen nga Kosova e sotme. Është thjesht një fakt kurioziteti, po asgjë më shumë. Kështu që mos e ngatroni Putinin në Kosovën.